Në një realitet ku arti shpesh përballet me mungesë mbështetjeje dhe vlerësimi, të rinjt që zgjedhin të ndjekin rrugën e skenës janë padyshim heronj të heshtur të kulturës sonë. Një ndër ta është Faton Ibrahimi, aktori i ri nga Kumanova, i cili me pasionin dhe talentin e tij po lë gjurmë të forta në teatrin shqiptar. I formuar në Fakultetin e Artit Dramatik në Tetov dhe tashmë pjesë e trupës së teatrit shqiptar të Kumanovës, Faton Ibrahimi është rritur profesionalisht në një mjedis ku sfidat janë të shumta, por dëshira për të dhënë më të mirën është gjithmonë e pranishme. Në këtë intervistë të sinqertë dhe plot përmbajtje, ai flet për fillimet e tij, rolet që e kanë formsuar, sakrificat që kërkon profesioni i aktorit dhe rëndësinë që ka për të lidhja me publikun. Një rrëfim i ndjerë nga një zë i ri që vjen më shumë për dashurinë dhe artin me një mision të qartë, të flas përmes personazheve, të zgjojë ndjenja, të ngrej pyetje dhe të lër pas mesazhe. Faton, si ndër fytyrat më të reja në aktrim në Kumanov, si ishte eksperienca jyte e parë dhe kur e vendose se aktrimi do jetë edhe profesioni yt më serioz? Unë jam një ndër aktorët më të rinj në teatrin e Kumanovës, trupën e teatrit të Kumanovës. Përvoja ime e parë në teatrin e Kumanovës ishte kur isha student viti i tretë. Mora pjesë në një shfaqje të regjisorit Qendrim Riani. Pas asaj, pas 2 viteve, pata fatin u punësova menjëherë pas përfundimit studimeve. Pata fatin u punësova në teatrin e Kumanovës dhe është një kënaqësi shumë e mirë të punosh me teatrin e Kumanovës, më kanë mirëprit shumë. Jam fut menjëherë në kimin e tyre që e kanë mes vetë. E kanë një botë tjetër artistët. Më thuaj se që nga fëmijëria ke qenë edhe ti kjo botë, se e shoh edhe nga natyra je më qesharrak, më humoristik, afrohesh me njerëzit. Atë ka ndihmu kjo që të depërtojsh sa më shpejt në rrethin e të gjithë artistëve? Unë nuk është që e kam pas që nga fëmijëria që thojnë ashtu. E kam pas sigur, më ka duk diçka sigur e parrritshme, po me kalimin e kohës të menu të më rrit dashnia për aktrimin edhe diku ka shkolla e mesme. Veç vendosë se të shkoj aktrim për krahjen e familjes e kisha gjithashtu. Edhe shumica thonin se prej aktrimit nuk kam e pas buk, para 10 viteve. Atëherë pak ma ndryshe ka qenë. Dhe faktikisht është e kundërta në aktrim, jemi të kënaqur edhe ka ana materiale, po ashtu edhe nga ana shpirtërore, që ajo është më e rëndësishme. Të doja të lidhem pak me atë shpirtëroren, me emocionin. Teatri jep një kimi tjetër, teatri jep një magji. Mund të shkojmë në kinema, ta shohim një film, po prap një shfaqje teatrale e ka atë magjin që ti për plot 60 minuta apo 120 minuta ngelesh me gojë hapur dhe nuk dëshiron askush të flet. Si janë emocionet tua kur ti del para një publiko, sepse e din që ti duhesh t'ja japësh atë magji? Emocionet janë të çuditshme, disi jenë në një trans, diku para se të filloj shfaqja. E është edhe një farë treme që të shkoj gjithçka si më mirë, po normalisht fillimi është 2-3 minutat e para, është derisa ta mirësh energjinë, derisa ta mirësh publikën, energjinë e publikës me vete. Pastaj je me një kimi të përbashkët me publikën dhe vazhdon bashkëton me publikun njësoj si atë si kënaqen edhe ne. Ndjeta dhe energjia e publikut edhe deri tek ju aktorët. Ajo është për veten time, ajo është më e rëndësishme, energjia e publikut. Ajo më dyfishon energjinë time, më jep edhe forcë më tepër, më jep edhe që ta bëj rolin edhe shumë më mirë. Edhe më të përsosur. Më të përsosur. Më thuaj se sa të rinjt, pasi që i takon asaj grup moshe, sa të rinjt janë të interesuar për teatrin, sa teknologjia dhe rrjetet sociale i kanë larguar nga një realitet ma gjeps që ta jep teatri, arti, kultura në përgjithësi. Të rinjt nuk janë atë shumë të informuar për teatrin, sidomos gjeneratat e reja të flasin për moshën 18-20 vjetë, po edhe më të rinj nuk janë edhe atë shumë të informuar për teatrin. Unë prapë thamë, jo vetëm Kumanova, po në Shkupe, gjithka ku janë shqiptarët, nuk e di dhe për kombe tjera si funksionon, po unë thamë se duhet me bëjë shfaqje shumë të mira, që ta afrojmë publikun, duhet ta te kalojmë Netflixin, ta te kalojmë YouTube-ën, te kalojmë
gjitha platformat filmike që janë që ta bëjmë më interesant që ta afrojmë publikun. Mendoj se duhet bëjmë edhe që është mangësi në teatrin e shqiptarëve në përgjithësi Maqedoni, duhet bëjmë shfaqje për fëmijë sa më shumë. Duhet i rrisim gradualisht barabart të rritemi me fëmijët, me rinin të rritemi, bëjmë shfaqje komedi në qoftë edhe se shumica aktorëve thonë nëse punojmë një komedi kanë me thonë është një shfaqje komedi, hajde të punojmë Shakespeare. Jo, Shakespeare ka kohë. Edhe për Shakespeare-in ka kohë kur punohet. Unë mendoj se duhet të rritemi mentalisht ta bëjmë edukat, ta bëjmë të rritemi barabart, po pastaj kur të vjen publika në një stad, atëherë mund punojmë edhe vepra shumë të rënda që janë, ose vepra shumë më të komplikume, ma ashtu. Ma serioze. Në fakt, këtë janë puna serioze aty, po të hinë ma fell ashtu. Duhet barabart të rritemi me publikun. Cili rol të flenë më shumë ti? Çfarë role të flenë më shumë ti? Nuk e di, për vetën time... Çka preferon ti më shumë? Unë i preferoj rolet që nuk bëjmë me karakterin tem. E kundërta e karakterin. Du me sfidu vetën për herë, edhe është kam që me mundu vetën time gjatë procesit ndërtimit shfaqjes. Po gjitha rolet i du. Ka do role janë falimderuse, ka edhe do role që nuk janë falimderuse, po ne duhet i bëjmë sa më mirë që t'jetë shfaqja, se fundit publikut nuk i intereson se çka ka ndodhur pas perdhave. Publikut i intereson se çka janë të pa në shfaqja. Shfaqja është e mirë ose jo e mirë. A kanë kalu mirë atë natë ose nuk kanë kalu mirë. A ka përcjell një mesazh të mirë apo jo në fund të ditës? Cila ka qenë performanca yte më sfiduese? Pasi që i donë sfida? Performanca ime më sfiduese ka qenë para dikun 4 viteve. Ka qenë shfaqja Fishklim në Errësirë. Kam pas me lyt një karakter kit komplet për personalitetit prej Fatonit, një psikopat, edhe ishte shumë sfiduese në rova dhe lukën e flokëve, prej ta flokët. Një sakrificë ko gjatë madhe. Ishte shumë e mire, me shumë qef, me shumë dëshire. Punova dhe kam pas mesazhe të mira prej publikut, prej kolegëve. E kam vrejt në fjallët e tyne, mes teksteve, mes rreshtave tyne, se kam bo një punë të mirë. Shumë të madhe, po dhe serioze, ke tregu shumë seriozitet. Tashti do lidhem pak edhe te projekti juaj i fundit tek Bërrallat, tregimet, të cilat jemi një ekip shumë i madh, shumë i mirë, shumë pozitiv, të cilat shumë mirë edhe kuptoheni me vete. Në çfarë role më shumë përcaktuar pikërisht tek këto Bërralla? Sezonin e ri, tash sezonin e fundit, kemi dikun afër 4 epizoda i kam marrë pjesë, kemi xhiru. Shumicën e roleve kanë qenë një dashnor ose një djalë i ri që do dikë ose sakrifikon për dikë. Vërvun për dashuri. Dhe në fund e more të dashurën apo jo? Në një epizod e mora, në epizod e ika. Pas ke shku me tradita kështu. Mos të tregojmë tash, t'jalojmë publikut. Çfarë magji në vete kanë këto pralla, sepse janë të xhiruara ku jo nëpërmjet këtyre prallave përçoni mesazhe, tregime të vjetra nga brezat e vjetër duke depërtuar tek brezat e rinj, të cilët edhe parë dhe përmendëm janë larg këtyre gjërave. Nëpërmjet këtyre mesazheve, nëpërmjet gojthënave, bestytnive dhe prallave, juve tentoni të përçoni mesazhe të bukura, sensibilizuese, të vërteta dhe normalisht çfarë mendoni se do të kapin më shumë të rinjt? Unë për tregimet popullore mendoj se është një projekt shumë i mirë, është një projekt shumë serioz dhe më vjen mirë që na kanë përkra MTV2, Radio Televizioni Maqedonisë. Shtëpia jonë. Shtëpia juaj, edhe e jona tashmë. Tek të rritë përçoni mesazh ja vizualizon ato që prindrit ose gjyshrit ja kanë tregu se në një kohë kështu ka ndodhë edhe e kanë imagjinu, po nuk kanë mund ndoshta me arrit se si ka qenë një shtëpi e vjetër ose si ka qenë traditat e mëhershme edhe pse tash
Normal, koha ka ndryshu, disa tradita zbehen, po ne i kemi rikthy përmes tregimeve, se si ka qenë më herët, si është mbajt fjala, tradita, besa, burrëria, kanuni, gratë fuqishme, gratë punëtore, burrat punëtore, kështu me radhë. Vlera shumë të mirë filltarisht. Vlerat të kulturës tonë, kulturës shqiptare. Po, dallimi mes teatrit dhe prallave për ty? Dallimi të tregimet popullore të prallat është një kohë është shumë e shkurt dhe duhet jemi të përgatitur shumë dhe të fillojmë direkt në aksion dhe duhet ta bëjmë sa më mirë për atë periudhë të shkurt që e kemi. Dallimi është normalisht, dallimi i teatrit dhe i filmit, në teatr është pak më procesi shkon, ngadalë gradualisht, hyn në rol gradualisht, por bëhet shfaqje sikur ta marrim një skelet njeriut, një herë fusim mishin, pastaj fusim likurën, venat e gjakut e ashtu me radhë, e bëjmë një skulpturë, po. Ndërsa te filmi aty për aty duhet ta bëjmë ndonjëherë kthehemi, ndonjëherë dallon edhe nga disponimi i aktorit. Ndonjëherë ndodh që nuk shkon as mirë, po prapë e kthejmë, po te teatri s'ka kthim edhe për atë bëhet ajo përgatitja 1 mujore, 2 mujore përpara që ditën e premierës edhe repriza mos ndodh e papritur tash. Pasi që tani jemi në botën e teknologjisë dhe filmat i kemi e përmendë edhe vetë ato platformat në shtëpi, ndoshta kur kemi kohë të lirë të gjithë i futemi platformave të ndryshme. Cili është aktori i cili ty të lë pa fjalë? Shqiptar ose ndërkombëtar? Pastaj edhe shqiptar, pse jo? Për mua është Daniel Day-Lewis. Po, është aktori jemi preferuar, është aktori karaktereve që bën transformime në fizikus, në pamje, në lojtë aktrimit, dhe është një ndër aktorë të mi të preferuar. Po për ata shqiptar? Shqiptar ka shumë, në tonë drejten, nuk e di. Midasim i vra. Midasim i vra. Ka Bekim Femiu, tash indjerë është, ka bo punë të mirë një ndër shqiptar që ka rrit. Emri i tij mund të Japoni. Ka rrit. A mendon se Fatonin mund ta shohim shumë shpejt edhe në projekte ndërkombëtare? Po, besoj se po. Unë si aktor gjithmonë jam në kërkim të audicioneve ku do qofshin ato jashtë Ballkanit, në Ballkan, po normal është edhe punë fati. Si pikë e parë është punë fati se ka aktor, shumë ka aktor, dhe duhet i përcjellim vazhdimisht dhe të tërheqim atë energjinë që të arrijmë deri te dëshira ëndra jonë, ku dojmë të arrijmë. Ne shpresojmë që do e arrish sa më shpejt. Një mesazh për të gjithë ata të rinj, të cilët ende nuk kanë vendosur se çfarë duan ose ndoshta e kanë edhe më problem që të vendosen të shkojnë rrugës artit, në përgjithësi arti jo vetëm si aktor, po edhe muzikës apo pikturës, thjesht nuk kanë besim tek arti. Një mesazh nga një artist shumë i ri i cili ka ndjekur ëndrat e tij dhe sot ka arritur aty ku don vet. Mesazhi është se ata që duan artin, qoftë aktrimin, pikturën, muzikën, çfarë do sfere të kulturës, nëse duan, mos ta ndëgjojnë asnjë njeri, asnjë këshill më të vogël qoftë edhe nga prindrit, le të provojnë. Le të hyjnë, pastaj është një kohë shumë e shkurtër, për 4 vjet, e kryen, mbaron, e sheh. Nëse jo, ka kohë rrugdalje tjera me vazhdu atë planin B. Në fakt, realisht plan B nuk duhet hiç me pas. Nuk duhet me ekzistë, gjithmonë është me dhënë më të mirën nga vetë. Besoj se tash krahasim më herët gjenerata e Sefës, Musës, gjenerata më e vjetër që kanë qenë këta, edhe në Shkupën tetore, e kanë pas shumë problem, se nuk kanë qenë punësum, nuk kanë pas projekte, nuk kanë pas përkrahje nga Ministria e Kulturës, nga institucionet, e kanë pas shumë të vështirë të mbjetojnë. Po ne tash gjenerata jonë e kemi shumë më të lehtë
kemi përkrahje gjithandej prej institucioneve, prej televizioneve, po ashtu e kemi shumë më të lehtë depërtojmë. Punojmë dhe se fundit është të mbijetojmë që të mbahemi të jetojmë gjallë për këtij profesionit, edhe kjo është sigurt për secilën sferë të artit. Nëse e kanë pikpyetje këtë se a do të jes gjallë për këtij profesionit, është sigurt. Përgjigjja është po. Përgjigjja është po. Faleminderit shumë Faton. Faleminderit edhe për juve, për intervistën, edhe ndjen shumë mirë që keni ardhur deri në Kumanov. Uroj që edhe tjera televizione të mos na ftojnë vetëm në studiot e tyre, po të vinë edhe këtu ndonjëherë, qoftë Kumanov, Shkup, Tetov, Gostivar, gjitha qytetet, të shkojnë të shohin aktorët se si bojnë një provë në teatr, se si xhirojnë një skenë teatrale ose film. Është shumë më mirë për aktorët, për regjisorët, për ekipin, se i kushtohet pak vëmendje. Se është shumë e lehtë. Mirë, faleminderit. Si e, haj mirë. Dhe ta shohin se si ndodh një proces. Është shumë mirë për aktorët, për ekipin, për krejt. Është shumë e lehtë të shkojmë në studio të flasim atje. Është më e zbet. Është më e zbet, po edhe për publikun është më e mirë se shumica e njerëzve na pyesin, a mundet vim të shohim se si xhironi një tregim popullor. Kështu që neve do të tentojmë që ne nëpërmjet kanalit ton televiziv, pse jo, ta përçojmë edhe atë energjinë që e keni ju edhe gjatë xhirimeve, po. Prapa skenën. Po, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Rruga e artit nuk është asnjëherë e lehtë. Ajo kërkon përkushtim të pandërprer, gatishmëri për të sakrifikuar dhe mbi të gjitha një dashuri të pakushtëzuar për skenën. Faton Ibrahimi me një qetësi që flet shumë dhe me një vendosmëri që nuk lë vend për dyshim, po ndërton një profil të qëndrueshëm artistik, larg zhurmës, por afër thelbit. Ai është një nga ato aktorë që nuk synojnë thjesht të interpretojnë, por të jetojnë rolet e tyre. Të sjellin në skenë sobza realiteti, emocione të papërpunuara dhe ndonjëherë edhe heshtje që thot më shumë se çdo monolog. E kjo intervistë është më shumë se çdo bisedë. Është një dëshmi se teatri është ende gjallë, sepse ekzistojnë njerëz si Faton Ibrahimi që japin jetë me shpirt dhe zemër. Rrugëtimi i tij sapo ka nisur, por ai është një rrugëtim që ja vlen të ndiqet. Dhe nëse arti do të ketë një të ardhme të ndritur, kjo do të ndodh edhe fal të rinjve si ai, që nuk dorëzohen, nuk heqin dorë nga ëndrat e tyre dhe nuk rreshtin së besuari në magjinë e skenës.